Dy gola nga Idi Batha lejojnë Partizanin që të vazhdojë marshimin drejt rikthimit në kategorinë e parë dhe elitës së futbollit shqiptar. Në sfidën përballë Alp Petrolit, në takimin e luajtur në Selman Stërmasi, përballë mbi 1000 tifozëve dhe tifo grupit Guerilsat, kryeqytetasit shënojnë 2 herë në secilën pjesë. Fitoria lejon Partizanin që të mos shoh pjesën e poshtme të klasifikimit, ndërsa vazhdon të thellojë diferencën me ndjekësit e tjerë të kategorisë së dytë. Devat e Kuq në drejtimin e Mustës kryesoi në kuotën e 30 pikëve pas 14 javëve grupin B të kategorisë së dytë. Partizani përmarshon me fitore, duke kujtuar atë Partizan të lavdishëm të viteve më parë. Rikthimi i Partizanit mezi po pritet, pasi Partizani në elitë është një bonus i madh për futbollin shqiptar.